kështu jemi rikthyer sërish në studio, tani siç e pat edhe ciklin, do fillojmë me të ftuarin tam për ditën e sotme. Sot do ndalemi të diskutojmë pak për sportin e më saktësisht për sportin e mundjes, që kohë të gjatë nuk kemi pasur në emision mysafir për të folur për këtë sport. Me mua në studio janë trajneri i klubit të mundjes Liria, si dhe mundësi Elmedin Sejfullau. Pra, do ndalemi tek trajneri njerë Sedat Baftiu, përshëndetje për juve. Përshëndetje. Faleminderit që pranuat ftesën të jeni pjesë e emisionit. Faleminderit edhe për ju që na keni ftuar. Faleminderit, është kënaqësi. Dhe Elmedin Sejfullau, mundës, përshëndetje edhe për juve. Përshëndetje. Do flasim më saktësisht për këtë sport dhe të rejat që ka ky klub, të rejat e fundit. Sedat, në turneun e fuqishëm Diko Petrov në Stara Zagora të Bullgarisë, udhëtuat si trajner bashkë me 5 mundës të klubit të mundjes Liria. A mund të na flasësh pak si kaluat dhe për arritjet e gjitha 5 përfaqësuesve të Lirisë? Po sigurisht ne disa vite me radhë marrim pjesë në këtë turneu më i fuqishëm është në Evropë. 10 vitet e fundit organizohet nga Federata e Bullgarisë e mundjes. Marrim pjesë shumë shtete, mbi 200 mundësa të vendit dhe jashtë vendit të Bullgarisë. Ne si klub morëm pjesë me 5 mundësa tonë të klubit, gjithashtu ato janë edhe antarë të reprezentacionit për kadet. Arritëm rezultatin një vend të parë dhe një të tretë, Elmedin Sejfullau vendi i parë dhe Eminir Recep vendi i tretë, Shai Brava vendi i 5 dhe Halit Osmani vendi i 5. Një arritje mjaft e madhe. Mundësa tonë treguan cilësi të mira, treguan rezultate të mira dhe kjo ishte edhe test për para kampionatit evropian. Kështu që deri tash jemi të gatshëm ne si klub edhe unë si seleksionues me mundësat për kampionatin evropian. Besoj që rezultatet nuk do ndalen vetëm këtu. Sigurisht. Elmedin, në Bullgari regjistrove një paraqitje tjetër të shkëlqyeshme, duke korë 4 fitore dhe duke fituar medaljen e artë. Sa ishte vështirë kjo për ty dhe na fol diçka më tepër rreth kësaj ngjarjeje? Po, siç e dini, sporti i mundjes nuk është edhe i lehtë. Atje kam pas vështirë, që kam pas 4 mundësa nga Bullgaria, ku të gjithë i munda i fitova me rezultat 10-0 dhe tush, cili nuk ishte edhe lehtë që ti mundesh. I kishe kundërshtarët e fortë? Po, të gjithë ishin nga Bullgaria. Të gjithë nga Bullgaria. Sa kohë ka që merresh me këtë sport dhe cilat janë sukseset tjera që i keni arritur për gjatë këtyre viteve? Po, unë merrem me këtë sport shumë që 7 vite dhe kam arritur suksese në Maqedoni, jashtë vendit, ku jam edhe djerë medalisti i bronz në lojrat evropiane. Po në Maqedoni? Po në Maqedoni çdo herë bëhem i pari. Çdo herë i pari, nuk dini dytit bashkë. Sedat, je angazhuar tani sa vite si trajner në klubin Liria dhe punon me të gjitha grup moshat, nga ato më të rejat dhe deri te seniorët. Sa je i kënaqur nga puna e mundësve në për stërvitjet e përditshme, por edhe nga paraqitjet dhe rezultatet e tyre? Po, unë edhe si ish mundës i klubit mundjes Liria, si sportist i klubit, kemi vazhduar edhe më të që mbas karrierës time kam vazhduar edhe si trajner i klubit mundjes Liria. Nuk jam i vetëm që punojmë në klubin, kemi edhe kolegë tjerë bashkarisht punojmë. Po kemi talent, kemi fëmijë shumë, grup mosha, kemi pioner, kadet, junior, senior, kështu që punojmë bashkarisht dhe kemi rezultate, deri tash kemi arritur rezultate shumë të mira dhe kemi aktivitete mjaft këtë vit dhe deri tash unë si trener jam i kënaqur me punën që e kemi bë dhe shpresojmë që vitin e ardhshëm me një normë të lojrave olimpike dhe
vazhdojmë me të tjerë. Sa ata që janë të regjistruar në këtë klub, si grup moshat e reja edhe ato që janë më herët, sa e pëlqejnë këtë sport dhe sa e luajnë me dëshirë? Po, unë edhe sporti i mundjes vetë para emisionit e cekit tha shumë i vështirë më duket. Sporti i mundjes është shumë nuk është qatë i vështirë sa duket. Neve na duket i vështirë. Ato që janë marrë me mundje ju duket shumë i vështirë, po është një sport është sport antik, është një ndër sportet më të vjetra dhe kohën e fundit kemi pas pak probleme me gjeneratat e reja, nuk e pëlqejnë sportin e mundjes, se dihet edhe më herët në Maqedoni është tradicionale sporti i mundjes. Dhe kohën e fundit me rezultatet ne që i kemi arrit ka lënë përshtypje pak më ndryshe të familjet, e pëlqejnë, jemi edhe në qendrën e komunës Shajer, në shkollën fillore Liria, ku gjithë rinia janë në pjesë dhe kemi familje shumë. Sa shpesh keni stërvitje? Ne kemi çdo ditë, përveç të shtunëve dhe të diella. Kur keni ndonjë lojë, për shembull, i bëni më të shpeshta stërvitjet, më shumë që të përgatiteni apo? Po, para turnireve ndërkombëtare, para kampionateve evropiane botërore kemi përgatitje, bëjmë nga 2 stërvitje ose 3 stërvitje në ditë. Dhe sa më intereson, sa tek ne vlerësohet ky sport, duke ditë që në shtetet evropiane po edhe botërore është shumë i vlerësuar më njëherë pas futbollit. Po kjo është edhe problemi më i madh në shtetin tonë. Shteti i Maqedonisë nuk ndihmon, nuk e ndihmon mundjen sa duhet, se rezultatet më të mëdha janë në mundje. Shtetet tjera e shohin në bazë rezultateve dhe edhe ashtu e financojnë mundje. Mbështetje financiare keni? Kemi ne si klub, kemi mbështetje financiare nga dashamirët e sportit, dashamirët e këto afarist e Qarshijës që janë komuna e Çajirit na ndihmon dhe deri tash mirë jemi. Të ndalemi pak edhe tek Elmedini. E dim që si vjet një kohë të gjatë keni qenë larg familjes, duke u përgatitur në Bullgari. Si kalova atje dhe sa është e vështirë të jesh larg të afërmëve të tu? Po, unë me përgatitje këtë vit afër 3 muaj ku bo. Është pak e vështirë të jesh larg familjes normal sene. Por për sport, duhet që na për përgatitje njëri përparon më shumë në sport. Kur e ke dëshirë gjithçka arrihet, besoj. Përveç sportit, studion, mëson? Po, unë jam në shkollën Zeflush Marku, jam viti 3, tash e mbaroj dhe dal viti 4. Dhe tha që 7 vite merreni me këtë sport. Mjaft i vogël keni filluar. Kush ka qenë ai person që ju ka shtyr për herë të parë të merreni me këtë sport? Po, tena është një si trener që në ndihmon është Ahmet Ademi. Ai që është fëmijë në të luajtë futboll, na ka thirrë krejt hajde më ushtru edhe ç'është. Gjatë weekendit të pret një paraqitje e Real Medin në kampionatin shtetëror për kadet. Çfarë pret nga ky kampionat? Po, unë jam i përgatitur maksimum, aty do të hap maksimumin tim dhe shpresoj që një medalje të ardhë. Ke ushtruar deri më tani? Je i gatshëm që të fillosh? Po, jam shumë i gatshëm, kam bërë përgatitje jashtë vendit dhe më rrinë në vend. Shumë mirë. Gjatë fundjavës do të organizohet edicioni i 2 i turneut për fëmijë, Sedat Mentaz Allajbegu. A mund të na flasësh pak për këtë turnir dhe çfarë mund të presim? Po, tashmë është viti i 2 që organizojmë turneun memorial për nder të legjendës së sportit të mundjes, Mentaz Allajbegut, profesori jon. Deri tash jemi të gatshëm për turneun e 2 memorial. Kemi bë aktivitet, kemi bë ato organizimet, kemi thirrë edhe pjesëmarrës nga Shqipëria, në Kosova dhe këtu në klubet në Maqedoni. Shpresojmë të ketë mbi 150 mundësa të ri, pioner, dhe organizimi do të jetë shumë i mirë në palestrën
shkollës së mesme gjimnazit Zeflish Marku. Deri më tani jemi të gatshëm për. Sedat, më intereson si funksionon klubi Mundjes Liria? Ka trajner të mjaftueshëm që ushtrojnë të rinjt dhe ato që janë më herët të pranishëm në këtë klub? Po, sigurisht, ne jemi vetëm klub i Mundjes. Jo klub, nuk jemi klub profesional, po jemi klub amater dhe ne funksionojmë si me qenë klub profesional. Kemi 5 trener, kemi kryetarin, nën kryetarin, gjitha ato që ka duhet të ketë një klub profesional, ne i kemi, dhe kemi palestrën e Mundjes që është vetëm për mundje, është palestra e Mundjes që quhet Mentaza Lajbegu, dhe gjithë stafi jonë punon me grup moshat. Pioner, kemi 2 trener që punon me pioner, 2 me kadet, edhe une si seleksionues punoj edhe me kadetët edhe senior. Shumë mirë. Pas të shtunës të dielën në program është edhe kampionati shtetëror për kadet, ku klubi juaj është favorit absolut në këtë grup mosh kohëve të fundit, apo ja? Po, sigurisht. Klubi jonë, veç se në kampionatin zgjedhor kemi pas 6 vende të para, dhe shpresojmë edhe në kampionat shtetëror tash të dielën që do të mbahet në Shkup, të mbrojmë këto titujt, mundemi edhe më shumë, po jemi të përshëndruar në këto kategori, të mbrojmë këto tituj dhe të shpallemi edhe kampion të shtetit. Edhe pse jemi me avantazh me pika më shumë se klubet tjera, edhe besoj që të dielën do të shpallemi edhe fitues të kupës. Shumë mirë. Po pos kësaj edhe seleksionuesi kadetëve të Maqedonisë, ku garues kryesor e ke padyshim Elmedinin. Garuesit tuaj bashkë me Elmedinin, me sa dim në muajin gusht e presin 2 gara dhe paraqitje të mëdha, apo jo? Kampionatin evropian dhe botror. Po, veç se ceki Elmedini që afër 100 ditë kemi bërë përgatitje në vend dhe jashtë vendit, dhe kemi edhe 2 muaj kohë për në kampionatin evropian dhe botror të përgatitur. Besoj që deri atëherë do të shkojmë mirë, pa lëndime, pa ashtu, të jemi të gatshëm për në kampionat evropian. Shpresojmë, edhe pse ka dëshmu Elmedini 2 vitet e kalume që është 2 herë medalisti i bronzë kampionatin evropian, besoj edhe këtë radhë të dalim edhe më mirë. Një medalje të artë, veç se ka bo më përvoj, ka bo më përgatitje, është i pjekur për atë kampionat, dhe besoj që do të arrijmë edhe më së paku një medalje. Shumë mirë. Elmedin, e dëgjuan çfarë tha trajneri yt për se çfarë të pret në fakt në kampionatin evropian dhe botror. Ana premton që së paku do arrish rezultatin e 2 evropianëve të fundit, kur në Tivar të Malit të Zi dhe Samokov të Bullgarisë ishe i bronzë. Po une stërvitjet i kam bo, përgatitjet në brenda vendit dhe jashtë vendit i kam bo. Kështu që do të hap maksimumin dhe shpresoj për një medalje që të mbroj 2 medaljet e mëtejshme, që e kam bo. Do jesh i fortë. Më intereson, cili është synimi juaj? Synimi im është të arrijë kulmin e këtij sporti, që të marrë medalje në lojrat olimpike, medalje të artë, poshtë në lojrat evropiane dhe botrore. Secili njeri kur fillon me një profesion, qoftë me sport, qoftë me muzikë apo diçka tjetër, ka një favorit të tij që thotë se në të ardhmen dua të bëhem si ky apo si kjo. E ke menduar ti cili është ai sportisti jot mundës, flas për mundës, kuptohet, i preferuar botror, pse jo, që thua ndonjëherë dua si ky të bëhem? Po si sportistat të suksesshëm kemi edhe sportistat tanë shqiptar, ku kanë arritur medalje të arta. Kemi Shaban Tërstenën, Shaban Sejdiun, po ashtu Bajram Qerollën, dhe unë shpresoj që të bëhem si ata. Shpresojmë. Sedat, sa është e vështirë për juve që pasi që keni punuar edhe si mundës, tani jeni si trajner, cila është më e vështirë për juve, të jesh mundës, të luftosh, apo të jesh trajner të ushtrosh mundësit? Shumë pikje që s'ma ka bo askush deri më tani.
Kur kam qenë mundës, i kam mendu që treneri e ka shumë ma letë. Ma letë. Kur kom fitu ose kur kom humbë, më ka bërtit me... Thesha, pse bëhet me raki kur une kam humbë? Po tash kur jam trener, e shoh që më vështirë është të jesh trener se mundës. Spaku e ke përgjithësinë më të madhe apo jo? Përgjithësinë më të madhe, mendon më ndryshe, i shef gjonat më ndryshe, mendon në çdo aspekt mundsi për shembull i ka veç detyrë dalen dyshek atje dhe të zihet, po treneri ka ti mendon gjitha ato onat negative apo pozitive dhe negative, po pregaditjet, aftësitë motorike, ti shef sa është i pregaditur mundsi, kundërshtarin ta analizon më shumë dhe detyra më e madhe është e trenerit dhe përgjithësia normal. Sigurisht, me siguri se keni edhe bashkëpunime edhe me prindërit e mundësave që ju ushtroni, sa ato përkrahin fëmijët e tyre që ushtrojnë në këtë klub, sa kujdesen për to? Po, ne jemi të kënaqur si klub nga prindërit, edhe pse dihet rrethi jonë është shumë më i varfër. Nuk janë të angazhuar, janë të angazhuar me fëmijët e vet dhe janë të disiplinuar. Gjithë fëmijët që i kemi janë të disiplinuar dhe prindërit e tyre janë të angazhuar në Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit tonë, ishte kënaqësi që të flasim për këtë sport. Është hera e parë që unë diskutoj për këtë sport, ishte kënaqësi sigurisht që me antarët e klubit Liria. Faleminderit shumë edhe. Faleminderit, ju dëshiroj suksese të më të tjeshme. Atëherë miqtë e mi, ne këtu bëjmë një ndërprerje shumë të shkurtur, mirë po kthehemi tani sigurisht për ta përmbyllur emisionin për ditën e sotme, besoj që keni ngelur të kënaqur edhe nga kjo bisedë. Të gjitha informacionet që ju duhen për të filluar mbar ditën tuaj. Parashikimi i motit. Gjendja e rrugëve. Kalendari historik. Tema nga të gjitha fushat për të cilat ju interesojeni. Kafja e mëngjesit. Intervista. Fashëta me VIP. Të gjitha të mbledhura në një mision të vetëm. Ne e dim që dita juaj fillon më mirë kur zgjoni me ekranin e TVM2. Zgjohu me ne çdo mëngjes prej orës 7 deri në orën 9 në TVM2.